flasim këtu për abuzime seksuale që ndodhin kryesisht gjatë sleepovereve. Ndoshta në ekspertizën tënde profesionale, klinike, ka patur raste të tilla ku ndoshta një kushërir ka abuzuar me një të afërmin e vet. Pra, është e vërtet në fakt, është e vërtet. Në fakt, sleepoveri, unë nuk do doja ta shikonin vetëm keq, domethënë, sigurisht ka ato përfitimet. Ka ato përfitimet e ndihmon një fëmijë apo një adoleshent për të krijuar pavarësinë, për të zhvilluar besimin në vetvete. Për fat keq, jo pak herë ndodh në raste të tilla ka patur edhe probleme të shumta, ka patur raste të abuzimeve me substanca, ka patur për fat keq raste të panumërta të abuzimeve seksuale dhe statistikisht ajo që unë do doja ta cekja si statistikë është fakti që abuzimet seksuale në fakt ndodhin në shumicën e rasteve nga ata individ që konsiderohen rreth i besimit. Pra, ky është i afërmi, ky është shoku, le të shkojë se është të afërmit abuzojnë me fëmijët, domethënë abuzimet ndodhin, abuzimet me fëmijët në shumicën e rasteve ndodhin nga persona që konsiderohen për prindrit si rreth i besimit. Shok, familjar, i afërm, kushuri, pra janë pikërisht këto kontekste ata që në një farë mënyrë e rrezikojnë fëmijën në këtë kontekst.